Prej gati një dekade, Shqipëria është shndërruar në një nga destinacionet më tërheqëse për turistët ndërkombëtar, por edhe për nomadët digjital, që kërkojnë mundësi për të qëndruar në Europë për periudha të gjata pa procedura të ndërlikuara. Kështu e nis artikullin për vendin ton media amerikane e udhëtimeve Travel of Path, duke nënvizuar se destinacioni më i ri turistik i Europës mund të përballet me ndryshime të mëdha për vizitorët pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Shumë vende europiane janë të njohura për qasjen e tyre të aksesit sa më të thjeshtë, praktik dhe pa shumë burokraci ndaj turistëve, por kjo shpesh ndryshon sapo ato bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Amerikania Travel of Path nënvizon se siç dihet, zona Schengen ofron shumë përparësi për lëvizjen e lirë të qytetarëve, por njëkohësisht vendos edhe kufizime të qarta për qytetarët e vendeve jashtë saj. Por në Shqipëri deri më sot kjo nuk ka qenë një shqetësim. Megjithatë, anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte një zhvillim shumë pozitiv për qytetarët shqiptar, të cilët do të fitonin të drejtën për të lëvizur dhe për të jetuar më lirshëm në vendet e BE-s. Por nga ana tjetër, për turistët dhe vizitorët e huaj, ndryshimet do të ishin paksa më të ndërlikuara. Duke u ndalur në mënyrë më të detajuar në këtë drejtim, media amerikane Travel of Path nënvizon se ndikimi kryesor pritet të shtrihet në disa fusha, si standardi jetesës dhe rregullat për hyrjen dhe qëndrimin. Aktualisht, turistët përfitojnë shumë edhe nga çmimet që ofron Shqipëria deri në momentin që ajo anëtarësohet në BE. Kjo pasi një apartament modern Buzdetit në qytete si Vlora ose Saranda mund të kushtojë rreth $120 nata, ndërsa bujtinat më të thjeshta nisin nga rreth $35 nata. Megjithatë, përvoja e vendeve të tjera tregon se anëtarësimi në Bashkimin Evropian sjell edhe gradualisht rritje të çmimeve. Në përfundim, Travel of Path e cilëson Shqipërinë si një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në mesdhe, palë vijes bregdetare dhe potencialit të madh turistik.